30 prilli shënoi ditën kur Partia Socialdemokrate SPD e kancelarit në ikje Olaf Scholz miratoi ujdinë e koalicionit qeverisës me Unionin Kristian Demokrat CDU dhe Unionin Social Kristian CSU. Ndërkohë, 6 maj është dita kur në Bundestag pritet të votohet kancelari i ri Friedrich Merz, që është shef i CDU-s. Kështu Gjermania 2 muaj e ca ditë nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare me 23 shkurt, po kompleton institucionet e reja shtetërore. Kjo i bie që shteti me mbi 80 milion banor mbajti zgjedhje nacionale 2 javë më vonë se sa Kosova, që votoi me 9 shkurt, por e cila është zhytur në një cikël krize politike. E propozuar për kryetarin e kuvendit, deputetën Lëvizja Vetëvendosje si partia e parë tash e sa herë po kandidon Albulena Haxhiu për kryetarët e kuvendit, por kurse si të arrijë 61 votat e duhura. Ngërçi krijuar ishte top tem diskutimi mes të parit të Berlinit në Prishtinë Jon Rode dhe presidentes Vjosa Osmani që ngjau të martën e për të cilin takim njoftoi vetë ambasadori. Në takimin tim me presidenten Osmani, shpreha shqetësimin tim në rritje për vonesat në finalizimin e seancës konstituive të parlamentit dhe formimin e një qeverie pas zgjedhjeve. Në peizazhin global që ndryshon me shpejtësi sot, veprimi i shpejtë është i domosdoshëm, çështjet shtetërore duhet të vinë gjithmonë para politikës partijake. Edhe ambasada kur njoftoi për takimin Osmani Rode, theksoi se Gjermania mbajti zgjedhje 2 javë pas Kosovës me një rezultat mjaft të vështirë. Kjo duke forcuar partitë të bashkëpunojnë dhe formojnë koalicionin. Përkundër vështirësive, thot njoftimi, bisedimet për koalicion nisën një ditë pas zgjedhjeve, pra me 24 shkurt. Kjo pa pasur nevojë për të pritur verifikimin e rezultateve, dhe se gjitha subjektet e përfshira dhanë pëlqimin për ujdinë e koalicionit, e kështu qeveria e re do të betohet javën që vjen.